dhe ka bërë një vjedhje të buxhetit të shtetit 50 milion euro dhe Rio Melia për fustanet dhe tangat e gruas po rri në paraburgim që është i zgjedhur fundit nga populli, kjo më duket një standard i dyfisht nga ana e prokurorisë posaçme. Për këtë doja t'ju pyesja, sepse ish zëvendës ministreja e Brendshme Rovena Voda u donua me 10 muaj burg për një ark me peshk, ndërkohë që këtu bëhet fjalë për 50 milion euro dhe Spaku duket i butë përballë Belinda Balluku. Jo vetëm u donua zonja për një ark peshk e 1.000 euro. Po u donua, por ju mor edhe masa arresti, sigurimi arrest në shtëpi. Pra, do ta kuptojmë, jo, nuk është vetëm problemi i dënimit, ose ne, shiko, do të kuptojmë diçka. Unë nuk kam qenë kur dhe nuk jam. Asnjëherë në daljet e mia publike nuk keni dëgjuar që pse të hetohet zoti Meta, apo zoti Berisha, apo zoti Beqaj, apo zoti Koka. Problemi qëndron mënyra e ndjekjes penale që ushtrohet ndaj tyre është mënyrë inkuizitore. Unë këtë kam thënë. Për mua të hetohet gjithmonë. Edhe unë të hetohem nëse bëj korrupsion. Por mënyra e ndjekjes penale duhet të jetë e një standardi ku të bazohet mbi parimet bazë të lirive themelore të njeriut dhe mbi kushtetutën e Konventit Evropiane. Nuk mundet që ti atë të zgjedhurin me vot nga populli e mban në paraburgim dhe nuk e lë të shkojë në zyrë të ushtrojë funksionin e tij, ndërkohë një tjetër që akuzohet që se tashmë ajo akuzohet, nuk është në hetim, akuzohet për një aferë korruptive 50 milion euro, për mos çon pastaj të tjerat 2 anije të vlorë që vazhdojnë akoma pagojnë 8.000 euro qytetarë mblonjate në gjithë bashkë, e shumë gjëra të tjera pronat e ushtrisë e kështu me radhë, dhe vazhdojnë me detyrë. Kjo është ajo që i bë skeptik dhe i ka tulatur mon qytetarët shqiptarë, pse duhet të jetë me 2 standarde. Te fundit unë e kuptoj, ka thënë, shiko, edhe Machiavelli te Princi ka thënë që politika nuk ka moralore, po jo, nuk është ashtu. Politika duhet të jetë dhe moral, sepse po nuk pati moral, unë kështu e mendoj, po nuk pati moral, nuk mund të bësh dot politikë. Po gjithsesi kjo është histori tjetër, morali që duhet jap dorëheqjen apo s'duhet jap dorëheqjen, ose Edi Rama duhet ta shkarkojë ose nuk duhet ta shkarkojë. Thash një herë, kjo çështje morali pastaj. Njeriu o e ka ose ka morali, nuk mund të t'ja imponosh dot. Por problemi është që standardet e dyfishta që po përdoren nga prokuroria e posaçme, unë për veten time i quaj të papranueshme dhe vazhdoj të mendoj dhe të besoj që ajo prokurori vazhdon të jetë në nëndikimin e partisë në pushtet dhe të goditet. Atje ka 2 grupe në atë institucion, është një që është pro Velia dhe një është pro Ramës dhe godasin njëri tjetër, njëri godet Rio Velia, njëri godet Belinda Balluku. Kështu që do ta kuptojmë edhe këtë gjë, por nuk duhet të jetë kështu organi i procedurës. Organi i procedurës duhet të jetë organ i cili të mbrojë interesat e qytetarëve. Dhe interesi i qytetarëve disi mbrojë, që ti ta pezullosh atë zonjën nga detyra, që ti të bësh bllokimin e të gjithë llogarive bankare kështu me radhë, të asaj apo të njerëzve apo kudo që janë që ti mendon që mund të bëjnë transaksione. Dhe unë nuk e di që në këtë moment që flasim mund të vazhdoj të bëjnë akoma transaksione në emër të X biznesmen, X shoqëria apo X kompanie. Problemi është që sot qytetarët shqiptar janë mosbesues edhe ndaj mënyrës së ndjekjes penale nga ana e organit procedurës. Sepse fundit qytetarët nëse kanë votuar Edi Ramën, nuk kanë votuar Belinda Balluku. Dhe kanë votuar Edi Ramën që të menaxhojë këtë shtet. Dhe ti si prokurori nuk arrin dot të trokathësh te dera e kryeministrisë, po qoftë ti marrësh një dëshmi, ore zotri, kjo zvendësja juaj që ka zyrën gjitur aty, ka bërë këtë abuzimin, ju çfarë dini për këtë gjë? Ore kaq është më minimalja që mund të bëhet më. Minimalja që mund të bëj një organ procedure, të dërgoj oficerët e BK-s në zyrën e kryeministrit, meqense nuk do ta thirrte Spaku kryeministri sepse edhe ligji e ka që ja jep të drejtë që ai të pyetë të zyrën e tij kështu me radhë. Por kjo e ka bërë kjo neglizhencë e anët dhe mund themi apati ose edhe pse jo dhe frikor organit të procedurës që të shkojë te kryeministri, vërteton dhe një herë ato tezat e ngritura nga ne të pak avokat që kemi kundërshtuar dhe vazhdojmë të kundërshtojmë
punën selektive dhe mënyrën inkuizitore të që ndjek organi procedurës me personat caktuar. Zoti Cakani, nga hetimet e SPAK-ut ka rezultuar edhe shqetësime që kanë ngritur inxhinieri grek në mbikëqyrjen që ka realizuar të tunelit të Llogaras, sipas të cilit punimet nuk kanë pasur atë cilësi që duhet, madje nuk është hedhur as çelik, po themi, në beton sa i përket ndërtimit të tunelit të Llogaras, dhe për këtë e ka ngritur shqetësim tek ish-kreu i ARSH-s Ervis Berberi, i cili tashmë gjendet edhe në gjykim. Ju si e shikoni këtë rast, sepse kjo shkon për te korrupsionit dhe në këtë rast nuk kanë menduar as për sigurinë e qytetarëve shqiptar? Kjo është një çështje teknike që i dinë specialistët e fushës. Dhe do të kuptoni diçka. Tu tregoj një shembull. Në Itali ka 30 vite që ku kam ikur unë emigrant, kur isha fëmijë 18 vjeç në Itali, 91, ka nisur një rrugë që quhet rruga Napoli Salerno Reggio Calabria. Salerno Reggio Calabria. Ajo rrugë nuk ka përfunduar kurrë. Pse? Ka 30 vite, sepse sa herë hitet një tender tek ajo rrugë, pra që bëhet një tender, ata e kanë tenderin në kuptimin e kanë të ndarë me lode në kompanive të ndryshme. Nuk e japin një kompani e kitë, e kanë të ndarë. Prokurori antimafjes për bllokimin, sepse o do futet, sepse ato tendera, ata kompani që e marrin kanë ndikim me mafjes. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që përveç se nisin hetimet për të vërtetuar kush janë këto kompani dhe i shikojnë aktivitetin e tyre, aktivitetet e kompanive, por ata bëjnë edhe hetime për sa i përket punimeve që bëhen. Pra, shikojnë nëse punimet janë brenda standardit ose jo, duke marrë grup inxhinierësh, të cilët prokuroria i përdor për të parë dhe për të pasur sasinë e ekurit, cilësinë e ekurit, për të parë cilësinë e asfaltit, pra, për të parë gjerësinë, lartësinë, pra, janë hetime normale në një botën perëndimore, këto janë normale. Në Shqipëri janë normale, por kjo duhet të jetë. Sepse ne kemi parë rrugë, autostradë, po në Shqipëri po deshet më, që deformohen që muajin e parë, muajin e dytë. Ne kupton? Dhe kjo bën që padyshim pastaj kuptohet që këto janë rrugë korrupsioni, janë rrugë të bëra jashtë standardeve, por prokuroria asnjëherë nuk arrin. Asnjëherë nuk arrin të shikojë, asnjëherë nuk bën sekuestro, asnjëherë nuk merr në përgjegjësi penale, asnjëherë nuk bën një hetim të thelluar lidhur me cilësinë e rrugëve. Më thoni, ra rruga në Ersek, mbajti përgjegjësi Belinda Balluku me si ministre? Ja, mbajti përgjegjësi ndonjë inxhinier? Jo, mbajti përgjegjësi ndonjë nga ata që kishte që bënte kontrollin e rrugëve? Jo, ata që firmosin për ta marrë dorëzim rrugën? Jo. Pra, kjo është mënyra më normale e të hetuarit. Dhe kështu që në kuptim të kësaj, inxhinieri grek ka ngritur një alarm dhe prokuroria duhet të ndërtojë tani, të marri pse jumon të huaj, të marri ekspert të huaj, të bëj kontrollin, sepse ajo mund të jetë rrezik nesër për të rënë dhe mund të zëri dhe vras njerëz. Pak herë ka është një tunel që lidh Italinë me Francën në Monte Bianco lart në veri të Italisë, ka rënë 3-4 herë, ka shkuar në burgor kompanit, ka shkuar në burg inxhinierët, sepse ka pasur dëmtime. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që ne e kalojmë kështu e mor folja i greku. Ky është alarm, çfarë do sot apo? Ka folë një njerëz që ai tunel. Madje ai i shkruan te Ervis Berberit sipas dosjes së SPAK-ut se tuneli nuk është thjesht një vrim. Po pikërisht ai si duket do jetë njerëz që i përgjegjshëm, do jetë njerëz me moral, do jetë njerëz i cili ka njohuri për sa i përket këtyre të posaçme, për sa i përket inxhinierisë së ndërtimit. Kështu që mendoj se tuneli Llogaras duhet hetuar jo vetëm nga pikpamja korruptive e korrupsionit, unë mendoj se duhet hetuar edhe nga si është ndërtuar për cilësinë të këtij tuneli.